Mirë të nderuar teleshikues, ne rikthehemi sërish në studio në këtë transmetim të drejt për drejt këtu në ekranin e televizionit Fox News. Tani më jemi zhvendosur në hapësirën e intervistës. Për gjatë minutave në vim do të ndalemi dhe do të flasim sa i takon çështjeve të politikës, aktualitetit politik në vendin tonë, ndërkaq në pjesën e dytë të kësaj hapësire do të ndalemi tek të gjitha zhvillimet nga lindja e mesme, luftimet ashpra të cilat janë duke u zhvilluar ndërmjet Izraelit dhe Iranit. Do të ndalemi tek ndikimi i dy superfuqive botërore, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe presidenti amerikan Donald Trump me kërcënimet e tij të njëpasnjëshme për një dorëzim pa kushte të Iranit, ndërkohë në të kundërtën do të tregonte më pas fuqinë e vërtet të ushtrisë amerikane, një deklaratë kjo e cila është pasuar nga një tjetër deklaratë e Trumpit, i cili ka vendosur 2 javë kohë për diskutime dhe për negociata. Nga ana tjetër është Rusia dhe presidenti i saj Vladimir Putin, i cili thekson dhe ka bërë thirrje vazhdimisht që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të mos cënojnë dhe të mos ndërhyjnë ushtarakisht në Iran, pasi kjo do të ishte një indicje për shpërthimin e një lufte përtej rajonit. Këto e shumë të tjera do të kemi mundësi të diskutoj me politologun Bledi Dika. Bledi, të përshëndes, faleminderit që je sot në Fox News. Faleminderit juve për ftesën. Bledi, ne nisim fillimisht me aktualitetin politik në vendin tonë, vijon procesi i rinumërimit të kutive të votimit për rezultatin e zgjedhjeve parlamentare të 11 majit për qarkun e Tiranës dhe në vazhdën e të gjitha denoncimeve apo të ashtu quajturës masakër apo farsë elektorale, deri në këto momente janë hapur mbi 400 kuti. Është Partia Demokratike ajo e cila kryeson me vota të pamerituara me një numër total prej 177 votash, e ndjekur më pas nga Partia Socialiste me 170 vota. Duhet të kujtoj një deklaratë të kryetarit Partisë Demokratike zotit Berisha që procesi i rinumërimit është një kërkesë e kandidatëve dhe jo një kërkesë e bërë nga vetë subjekti politik, pra Partia Demokratike. Kur shohim dhe kemi të bëjmë me këto rezultate dhe votat pamerituara, çfarë kemi në mendje dhe si do ta përkufizonim të gjithë këtë betejë akuzash ndërmjet njëri tjetrit? Në impakt të parë duket që votat e pamerituara, të paktën ajo që ka dalë nga rinumërimi, tregon që është bërë një padrejtësi ndaj partive të vogla, sepse votat pamerituara do të ndikonin drejt për së drejti në partitë e vogla ose në partitë që dolën vetëm për të përfaqësuar. Kështu që pastaj herësit më të mëdhej, sipas kodit zgjedhor, i mundësojnë partive të mëdha të marrin ato mandatet e fundit, pra të ashtu quajturat bishta që ngelin nga sistemi i dong, domethënë i shpërndarjes së mandateve. Por mbi të gjitha ajo që shihet në planin më makro, në planin politik, është fakti që duke parë edhe se çfarë po ndodh me rinumërimin, është një fakt deri diku fatkeq pak për politikën shqiptare, sepse me sa shihet nuk ka qenë, ose të paktën supozohet që nuk pas ka qenë ndrimi i pushteteve apo lufta për pushtet për të rimarrë pushtetin më shumë se sa lufta e brendshme dhe lufta brenda llojit. Duke parë që kërkesat për rinumërimi vijnë nga vetë kandidatët e brenda partive, sepse rishpërndarja e mandateve, domethënë nga njëri kandidat në kandidatin tjetër, ka pasur problematika të theksuara. Dhe jo më kot si njëri lider, ai i Partisë Socialiste, zoti Edi Rama, kujtove në një çat që kishte dërguar që nuk është mirë që të rikërkohet rinumërimi, si ai i Partisë Demokratike, pra që kanë qenë deri diku në disfavor të rinumërimit të votave brenda partive. Kjo tregon që nuk është më ajo shqetësimi në makro për të fituar ose për të ndruar pushtetin më shumë se sa për të siguruar një establishment të caktuar që i shkon në favor të leadershipit partijak për ta mbajtur aty në parti. Kjo pastaj duke ripar dhe në
në ngjarjet që ndodhen përpara zgjedhjeve, pra ndryshimin e kodit zgjedhor, është në përpikëri me rezultatin që kanë nxjerrë. Çfarë duhet të them me këtë? Duhet të them që ndryshimet e kodit zgjedhor krijuan një deterrent për çfarë do të ndodhte më pas. Pra, si thua, Partia Demokratike ishte një nga bashkëpunëtorët e ndryshimit të kodit zgjedhor, me një ndryshim që ishte shumë në disfavor të saj. Ishte një ndryshim në kodit zgjedhor i cili mbante një numër të caktuar deputetësh në zonat të sigurta dhe një pjesë tjetër që duhet luftoj për të prodhuar vota, dhe në fund fare këto vota të prodhuara shkojnë për ata kandidatë që janë në zonat të caktuara. Dhe kjo çfarë sjell? Kjo sjell një stagnacion të elitave politike. Një stagnacion politike që në publik shikohet si diçka negative, pra kërkohet një riqarkullim i figurave politike, dhe si thua, Partia Demokratike, nëpërmjet përfaqësuesit të saj që zoti Uldashi, bëri një batërdi, le të themi, mund ta themi me fjalën, ra në një kurth të Partisë Socialiste, e cila pavarësisht kodit, që kodi vetë në letër favorizon stagnacionin e figurave politike, Partia Socialiste u përgjigj në të kundër duke ndryshuar të gjithë figurat historike, duke futur figura të reja. Pra, në një sens, edhe pse kodi zgjedhor favorizon stagnacionin politik të elitave, PD-ja, si thash, me një gambit, quhet, i ndryshoi në moment fundit dhe ato figurat e sigurta i la në luftë frontale për të marrë vota. Ndryshe ndodhi nga PD-ja, pra, si thua, dhe PD-ja mbajti figurat, nuk pati një revolucion, si thua, elitar brenda partisë saj. Dhe kjo zakonisht, si thua, ndryshimi i elitave brenda partie duhet të jetë një mast, duhet të jetë një imperativ i forcave të djatha. Dhe këtu nuk e pam këtë gjë. Ndoshta e gjithë kjo frym ka ndikuar edhe tek votat për të gjitha parregullsive që me sa po shikojmë në këto kuti që janë hapur, si të thuash, ka mirë, janë 400 kutit e pare nga 1282. Flasim gjithmonë për qarkun e Tiranës, pasi është dy qarku i cili është duke u rinumëruar dhe verifikuar. Flet për dhe akuzon për tjetërsim të votave, manipulim dhe farsë elektorale, ndërkaq rezultojnë që ke 177 votat të pamerituar deri në këtë moment. Quhet edhe ky tjetërsim i votës, ndërkohë që ti akuzon palën tjetër për votat të pamerituara? Absolutisht. Se këtu duhet të ndikojë qasje tek publiku, çfarë mendon publiku? Pas 12 vjetësh pushtet, mandati i 6 do të ishte si thosh në tavolinë, sepse është pothuajse pamundur paktën në këto demokracitë, edhe pse neve nuk mund të quhemi domethënë me plot fjalë demokraci, sepse për një arsye, pra një demokraci e pastër, duhet që në mandatin 16 kishte ndryer rotacioni, por si thash, mungoi ajo fryma. Mungoi fryma jo vetëm prej kodit zgjedhor, se siç e tham, por edhe për faktin që ata që shkuan votuan masivisht për një kandidat caktuar, dhe ai kandidat tashmë që ka mund të ketë marrë 10 fishin atyre që janë në lista që nuk dolin një ditë, nuk janë në parlament. Për shembull, mjeku Ilir Ali Mehmeti mori goxha vota dhe nuk ndodhi në parlament. Ndërkohë shumë kandidat mbi 18.000 vota. Shumë kandidat brenda Partisë Socialiste dhe nga si thua koalicioni që bëri nuk dolin një ditë në terren, absolutisht një ditë, biles një foto që mund të pozonin deri diku. Vendin e kishte të sigurt. Ishte vendi i sigurt. Pra kjo është, si thua, nuk u krijua një frym në këtë sens. Nuk krijua një frym. Dhe fryma që duhet kryeshë ajo dhe e meritokracisë brenda, si thua, listave të tuaja. Pra, si thua, e djatha, një nga parimet bazë është ajo e meritokracisë. Pra, ndryshe nga Majta që flet për barazi absolute, etj, gjithë njerëzit duhet të jenë të barabartë para, domethënë edhe në aspektin social etj, e djatha ka, si thua, barazinë e saj, e shpallë nëpërmjet meritokracisë. Pra, ka barazi, po duhet të ketë dhe merit.
Pra, si thua, njerëzit nuk mund të jenë barabartë sepse kështu bëhet një lloj padrejtësie. Pra, koncepti i meritokracisë lidhet me konceptin e drejtësisë. Pra, duhet të ketë meritokraci sepse duke të pasur meritokraci ka dhe drejtësi. Po, në qoftë se ne shikojmë që një kandidat me 18.000 vota nuk ndodhet në parlament dhe dikush tjetër që s'ka dalë një ditë në terren ndodhet në parlament, atëherë nuk kemi as meritokraci dhe as më pak drejtësi. Dhe i gjitha kjo krijon atë që mungesën e frymës. Mungesën e frymës përtej të gjithë parregullsive që ka pasur dhe që ka dhe që PD normalisht duhet ta trumbetoj këtë që ka pasur padrejtësi, po kjo është besoj pika që, si thua, humb deri diku atë legjitimitetin në publikun gri ose në publikun e gjerë që është, si thua, edhe i barazlaguar nga palët dhe që shikon ore, po nuk pas ka meritokracia, i mori 18.000 vota, luftoje tjerë ngriti dhe dikush futet dikush tjetër. Dhe aq më tepër nga rinumërimi shikojmë që ka pasur parregullsi, kanë marrë njëri tjetrit dhe kështu më radhë. Kemi edhe rastin e Durrësit, kemi domethënë kudo në çdo qark ka element të tillë që e ulin pak atë, si thua, frymën dhe legjitimitetin, domethënë për të kontestuar. Dhe nuk është se po shikoj edhe një gjë më shumë, domethënë do bëhen këto kontestime, do bëhen rinumerime, ato kandidatë. Do mbetet gjithmonë në vazhdën e kontestimeve dhe ai establishment brenda opozitës do të sigurojë dhe mandatin për një 4 vjeçar të tjerë. Rroga është e mirë, domethënë do bëjnë ato kontestime në 4 vjeçare etj. Dhe do presin nëse nuk ndodh ndonjë gjë, domethënë përtej politikës ekstraparlamentare quhet, ndonjë ndodhi ekstraparlamentare etj kundrejt leadershipit PS-s, Ramës etj me këto çështje përtej oqeanit. Mirë, një gjë është e sigurt që do të kemi shumë zhvillime në vijim nga politika në Shqipëri. Bledi, duhet të ndalem pak tek lindja e mesme, të gjitha zhvillimet me të cilat jemi duke u përballur. Irani dhe Izraeli vijojnë të shkëmbejnë sulme mes njëri tjetrit, duke përdorur edhe armatim të rënd, në këtë rast siç janë raketat balistike dhe gjithçka tjetër që po sheh qielli aty. Ndërkaq, nga ana tjetër, e përmenda dhe në fillim të kësaj hapësire që kanë qenë deklaratat ashpra të presidentit amerikan Donald Trump sa i takon se çfarë duke ndodhur në lindjen e mesme. Kam një reagim të ministrit i jashtëm të Iranit, i cili ka paralajmëruar se përfshirja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në sulmet izraelite ndaj Iranit do të kishte pasojë serioze për të gjithë rajonin. Sipas tij, ndërhyrja e SBA-s do të ishte jashtëzakonisht fatkeqe dhe shumë e rrezikshme për të gjithë çka nuk kupton një përshkallëzim të këtij konflikti përtej rajonit. Nga ana tjetër kemi Rusinë, që dhe Rusia ka lëshuar vazhdimisht sinjale dhe mesazhe. Si e komenton gjithçka që është duke ndodhur në lindjen e mesme dhe duke përfshirë nga ana tjetër edhe vetë Shqipërinë, për të cilën ka pasur deklarata nga Irani vetëm disa vite më parë dhe ka qenë në shënjestër të disa sulmeve të menduara. Atëherë do të bëjmë një ndarje, domethënë edhe për publikun, se më shikoj që edhe publiku shqiptar është paksa i ndarë dhe i ndjeshëm deri diku ndaj këtij konflikti. Pikë së parë do të them që në të gjithë këtë konflikt për aq sa mund përfshihet edhe pse domethënë ne kemi eventualisht një rol të marginal, pavarësisht deklaratave të liderëve tonë, ne duhet kujtojmë që kemi supe mjaft të vogla për të mbarë pesha kaq të mëdha siç janë lufta Iran, kështu që edhe ky kontenimenti ndaj deklaratave, se janë mospërfillse, janë grotese të liderëve shqiptar, presidentit të Republikës, mos gaboj, domethënë mund edhe të evitohen mjaft mirë. Ajo që duhet theksuar në konfliktin me Iranin, Iran-Izrael dhe Izrael-Palestinë, pra duhet shikojmë që ka një konflikt dykash. Nga njëri ka është konflikti midis Izraelit dhe Palestinës dhe masakrave që janë bërë në Gaza, dhe kjo normalisht është për të dënuar, siç e ka dënuar pothuajse një zëri të gjithë Evropa ose të gjithë zërat relevant
në Evropë, masakra që janë bërë mi fëmijët e tjerë. Netanyahu është, si thua, i cituar në gjykim nga Haga. Dhe kjo është, si thua, është një pjesë. Pra është një pjesë si thua, që kërkon një zgjidhje definitive, sepse kurse lindja e mesme nuk mund të mbaj një ngarkesë historike siç është ajo e likuidimit total të çështjes së Palestinës dhe të Gazës, atë që kërkon dhe Netanyahu. Nëse do ta bënte me forcë ushtarakisht, është një ngarkesë që do të vlonte për dhjetra, ndoshta për shekuj me radhë. Domethënë, nuk mund të mbyllet kursesi konfliktin në një mënyrë të tillë, për sa i përket çështjes së Gazës. Pastaj çështja e Iranit kalon një status në një moment tjetër, sepse kemi një luftë kundër një vendi shumë më të madh, kemi që edhe ka kërcënuar domethënë drejt për së drejti Izraelin, një vend që ndryshe nga Gaza, nga Palestina, nga vendet e rajonit është të besimit, le të themi, janë gjithmonë musliman, po shiit. Dhe vetë rajoni, domethënë, ka një konflikt përtej, sikur mos ishte fare Izraeli, do të kishte përrej një konflikt midis shiitëve dhe sunitëve, kush do të ishte, si thash, vendi që do të kishte rolin e ndikimit, le të themi, më të madh në rajon, midis vendeve siç mund të jetë Arabia Saudite, sunite, Irani, shiite. Po ndërkohë kemi edhe një potencë ushtarake dhe ekonomike diku, siç është Turqia, që është një si është vend me një rilevancë, domethënë, se jo vetëm në rajon, po edhe në gjithë botën, edhe në konfliktin ka qenë ndërmjetësi midis Rusisë dhe. Kështu që pra, si thua, problematikat në linjën e mesme, sado që ne të racionalizojmë, është si thua koncepti three body problem që është në fizik, që asnjëherë domethënë nuk mund të dihen se mund të rrjedhin. Ne mund t'i komentojmë dhe të analizojmë dhe mund të bëjmë disa ndarje, disa vizatrashe. Pra mund të themi që ndërhyrja e Izraelit në Palestinë është i gabuar, ndërsa Izrael dhe Iran mbetet për të parë. Për sa i përket qasjes që duhet ketë, le të themi, që ka Shqipëria në këtë përballje me Iranin, duhet kujtojmë pra që Irani ka bërë disa sulme kibernetike në Shqipëri, pra marrëdhënie me Shqipërinë, e ka quajtur Shqipërinë si një vend i mbrapsht për shkak të faktit që strehon pjesëtar të Mekut, mujahedinët të famshëm pozitën iraniane. Dhe në këtë aspekt unë nuk e shikoj që Shqipëria mund të jetë e kërcënuar drejt për së drejti, sepse ka shumë çështje Irani tani për të zgjidhur drejt për së drejti, është një luftë frontale. Për sa i përket dy fuqive të mëdha që kanë ndikim, ajo që ka ndikimin më të madh është SBA-ja absolutisht, dhe presidenti Trump, siç e tha dhe ju, ka dhënë 2 javë, le të themi, ultimatum. Se sa ky ultimatum është, domethënë, një mjet presioni, se sa një fakt real i ndërhyrje frontale. Se përpara dhënies së këtij ultimatumi tha që nëse vijoni do të përballeni me fuqinë e vërtet të ushtrisë amerikane. Dhe kjo ka qenë kërcënim. Pa është vërtet Trumpi ai burri i trim dhe i fortë që Trumpi ka treguar që është trim, por nga njëra anë Trumpi, si thua, kërkon të mbaj dhe atë bagazh, si thua, ndoshta që do të lejë historik të personit të tij që përgjatë mandatit të parë kishte zero luftë. Pra, si thua, Trumpi ka kritikuar luftën e Bushit në Irak, Trumpi e ka shprehur më shumë se disa herë problematikat që ka pas Bideni dhe Kamala Harris, me faktin që ndezën shumë vatra lufta në ndikimin e tyre në botë dhe ai ishte njeriu paqes. Pra, Trumpi ka pas një narrativ të një personi që gjatë periudhës së tij, domethënë të ushtrimit të funksionit presidentit, ka pasur paqe. Dhe në stilin e Trumpit mund të kujtojmë 2 momente, si thua, ajo e eliminimit të Al-Baghdadit dhe të Qazim Sulejmanit, të forcave Quds të Iranit në mënyrë të rrufeshme dhe të menjëhershme me sulme precize dhe domethënë, si thua, Trumpi, me aq sa lexoj, nuk është personi që është, si thua, në favor të luftrave të gjata. Kërkon që luftrat të mbyllen. Do ta shtyp butonin e kuq Trumpi në një moment pas kalimit të këtij 2 javë fshit?
kur flasim për butonin e kuq kemi parasysh forcën bërthamore. Mirë, butonin e kuq në kuptimin ushtarakisht, ndërhyrja ushtarake, se pastaj ashtu kalojmë në... Ashtu kalojmë në skenare apokaliptike. Unë shpresoj që jo, unë shpresoj që, besoj që jo, duke parë gjithë background të Trumpit. Unë e shikoj deklaratën e Trumpit më shumë si një presion që Irani, le të themi, të dorëzohet, ose më mirë e gjithë kjo tentativë shikoj më shumë si një përpjekje për të dobësuar. Po çfarë ndodh nëse Irani nuk e ha presionin e Trumpit ose të SBA-ve? Për te faktit e apo nuk e ha presionin, ajatollahët në këto momente ndihen në kotat më të ulta, si thua politike dhe brenda vendit. Dhe ky besoj është qëllimi i Trumpit që si thua regjimi të bëj për brenda. Irani kupton ka një sipërfaqe 4 herë sa Franca. Është e pamundur që dikush të hyjë ushtarakisht, aq më pak Izraeli, po nëpërmjet forcave, le të themi kombësorisë, të hyjë në Iran e tjerë të bërë rrëzime, sepse ka një sipërfaqe të jashtëzakonshme dhe koncepti i luftës ka ndryshuar. Lufta Ukrainë dhe Rusi na bëri të kuptojmë që Rusia, pavarësisht forcave të jashtëzakonshme me tanqe e tjerë, arriti deri afër Kievit, por u zbrap, sepse lufta tashmë është luftë, si thua, ajrore dhe luftë inteligjente me drone, pra si pak a shumë si luftat e 800-s që si thua kundërshtarët vendoseshin në llogore dhe luftonin me njëri tjetrin nga larg. Pra nuk është ajo luftës dytë botërore që filluan dhe futeshin me inkursione të shpejta. Dhe pra kombësoria me inkursione të shpejta. Dhe në këtë sens, si thosh, kush merr atë guximin të futet është problematike sepse pa me Rusin. Mjaftonin mjetet teknologjike për të nxjerrë jashtë lojë të gjithë tanqet e tjerë, gjithë këto inkursione. Kështu që pastaj duke parë dhe Iranin me një territor të jashtëzakonshëm për nga sipërfaqja, shikoj. Pra, unë mendoj që sulme mund të jenë normalisht, mund të mbesin vetëm ato ajrore dhe që regjimi të bie nga brenda. Pra të ketë, si thua, një ndërgjegjësim dhe të rrëzohen ajatollahët. Nga ana tjetër, Rusia edhe kjo për herë mbetet në atë konceptin e presionit. Sepse Rusia e pam ka një front të hapur. I intereson Rusisë një front të dytë? E ka të pamundur të mbaj të hap një front të dytë dhe për te Iranit që do të kishte kosto i të jashtëzakonshme, ajo nuk e bëri këtë gjë me Sirinë. Pra kujton që Bashar al-Assadi ishte një nga benjaminët, një nga më të mbrojturit e Putinit dhe Putini nuk arriti dot që ta mbajt pushtet ose të mbrojt, nuk pati ndërhyrje fare dhe pra kur Putini nuk mbrojti Bashar al-Assadin e ka domethënë të pamundur dhe jo vetëm pamundur, po si thuash ka një front të hapur nga Ukraina. Duhet të kujtojmë që Ukraina para sulmit të Izraelit në Iran dhe Ukraina bëri një sulm të ngjashëm, domethënë brenda territorit me organizimin e agjenturave sekrete e tjerë brenda territorit rus. Pra si thuash, Rusia ka gjetur një pozicion, le të themi, ushtarak të stagnacionit luftës, ku Ukraina, si thua, po humb në sensin që nuk mund ta mbaj gjatë, pa ndihmë ekonomike që vjen nga jashtë, dhe nuk e shikon të arsyeshme që të spostoj frontin, sepse kjo pastaj do t'i sillë problematika shumë të mëdha. Kështu që Rusia ka vetëm në atë vazhdën e presionit, po absolutisht besoj që të involvohet. Ndryshe është Kina, që e cila dhe ajo ndjek logjikën dhe politikën e mos ndërhyrjes, por nga ana tjetër mund të ndihmojë mund të përfshihet në të tjera, fsheta në Rogoz me Kina ka prerë një parinë e Sun Tzus, që nuk është më mirë të fitosh 100 betejë në 100, por të fitosh luftën pa qenë asnjëherë pjesëmarrëse. E qartë. Domethënë me këto teknikat e saj. Mirë Bledin, ne do të kemi të tjera hapësira për të diskutuar si rekon zhvillimeve në lindjen e mesme, por shpresa mbetet për një
për një arritje të armëpushimit, një arritje paqe ndërmjet. Për një arritje paqe, sepse kjo do të cilët edhe kosto, që edhe ky është ndikimi më i madh për Shqipërinë, që janë kosto që mund vinë nga inflacioni për shkak të naftës, sepse ngushtica e Ormuzit ku kalon gati 20% diku më shumë 20 deri 30% e naftës, themi do të bënte të mundur rritjen e naftës në bursë. Gjetja e tregjeve të reja normalisht do rrisë kostot, duke rritur kostot rritet çmimi, kjo do të thotë rritje inflacionit. Rritja e inflacionit që vjen nga oferta, po jo se oferta nuk riprodhon, po sepse pamundsohet nga lufta, siç ishte për shembull gruri me Ukrainën, na mësuan që bankat qendrore rrisin normën e interesit, duke u rritur norma e interesit rriten këstet e gjitha gjërat, domethënë mundot të stopohet pak inflacioni, po rriten kredit, rriten çmimet e shportës etj. Dhe sjell akoma më barë për, domethënë jo vetëm për rajonin, por edhe për neve. Ky mund të jetë ndikimi më real që mund të kemi ne në Shqipëri. Mirë, kjo është një çështje e cila të zgjat nëse dhe nuk është i volitshëm duke parë dhe sezonin e verës, shqiptarët nuk duan trazire. Faleminderit shumë që ishe sot në Faks News. Kënaqësia ime. Publicitet, rikthehemi pas pak.